të paktën 1.000.000 arsye pse ata njerëz do të më dalë. Vetëm një fakt po ta marrën që ajo parti që është sot në pushtet. Kosova ka humbë me mira njerëz. Luftë me Serbinë, ka humbë toka, ka humbë domon po flas me sheku kena qenë luftë me serbt, me luftën e Kosovës në 98-ën, edhe partia që është sot në parlament, që ka shumicën që thot Edi Rama kam 81 deputet nuk e ka votuar genocidin që ka bë Serbia në Kosovë. Domthon kjo është partia që kena sot në pushtet. Ai dele thot kam 35 vjetorin. Kështu që sa gjasa ka që të bjerë Edi Rama në këto kushte? Në të kushte, Edi Rama, unë po them se njëllë sikur se herët e tjera, domthon ai vetë po bën cirk, nëse nuk përshkallëzohet, me masa tjera protesta, unë më mduket, nuk inshallah jam gabim, mduket që kjo protestë ka për tu benit edhe nuk ka për zgjedhje asnjë gjë. Pasi nuk kanë formacion politik, nuk kanë një përfaqësim. Nëse se ke bë formacion politik, nxjerr një përfaqësim, nxjerr 10 veta, 5 veta që ti beson që kanë me të përfaqësu ty, nëse nuk janë ata, nxjerr disa tjerë, se këto prodhon proteste. Po nëse i nxjerrin ata, shkon ai blen Edi Rama. Po tash këta janë shqiptarët atëherë bardhë, unë nuk e di se na nuk mundem me marr njerëz me importu nga jashtë shteti, i blen tash. Nëse ti përfaqëson ata njerëz që kanë dalë në rrugë, nuk më qenë se Azem Hajdari kur doli ju dha garant në 90-ën se këta ndoshta nuk e din ta brezi që janë sot në rrugë. I garantoj Azem Hajdari i garantove studentët i tha unë i jap 2 fëmijët e mi. Po dha atëherë menaxhim pushteti, dha atëherë menaxhimi i kalimit pushtetit ishte, nuk ishte rënje diktaturës. Kjo tashmë është e kuptueshme. Bardë, nuk mundesh me thonë që Shqipëria është nuk ka pse sot vetëm shifet e mediat janë ti je media lirë. Në diktaturë ti s'ke mujt me bë këtë lloj media. A kupton, nuk është Shqipëria diktaturë, nuk është një formë. Po themi që është në lloj situate. E kisha në kontekstin që edhe në rastin e diktaturës, pra në vitin 90, ishte menaxhimi i kalimit pushtetit nga komunistët tek po themi ajo përfaqësi që menaxhoi vetë pushteti për t'i kaluar më pas pushteti atyre. Pra, komunistët u bën antikomunistët më të mëdhenj dhe kemi këtë produkt që kemi deri më sot. Kjo është e gjithë çështja. Pra, nëse do kemi kalim pushtetit ashtu siç ka ndodhur në 90-ën, pra ku të persekutuarit dhe ata që kishin vuajtur nuk u vendosën përballë xhelatëve të tyre për t'u treguar vendin në kuptimin që këta të fundit mbanin përgjegjësi, e kemi parë se çfarë ka ndodhur në 35 vite apo jo? Ku vazhdohet akoma ka nostalgji për enverizmin. Jo, dini më mirë se jetoni atje bardhe, unë kam marrë në Shqipëri, kam vizituar Shqipërinë vërtet, e dini më mirë situatën e gjendën që është Shqipëri, por unë du me thonë një gjë që nëse nuk përshkallëzohet, nëse nuk dalin me një përfaqësim politik prap ligji kushtetuta e Shqipërisë është që nëse qeveria avzohet, do shkojnë në zgjedhje dhe për forcat politike që janë të regjistruar dhe që kanë përkrahje, po flas janë 5-6 parti që janë në Shqipëri, domethënë që kanë ndoshta një farë elektorati. Pra ata do votojnë prap. Prap ta njerëz kanë përvotuar, demokrat kanë përvotuar Partinë Demokratike, socialistët Partinë Socialiste, ata të tjerë do shkojnë ke Qorri, ke Shehaj, ke kush janë ato, gjithë ato kryetarët e partive domethënë që përfaqësojnë atë elektoratin e tyre. Edhe zgjedhjet e fundit sa morën të partitë e vogla, përveç se Partisë Demokratike ose Partisë Socialiste. Kështu që ku do të shkojnë, si do të shkojnë në si më thonë në atë borbullën ku këta protestuesit dalin për këtë parti kanë për të votuar, domethënë kanë për të votuar ose partinë e tyre që të jenë të përfaqësuar nga një parti ose nga një formacion politik. Kështu që ne flasim sa dush, unë e ti bëjmë intervista, bëjmë gjëra, por në fundit numërohet në demokraci, numërohet vota. Nëse ti
ke nevojë me të përfaqësuar dikush, atë do të zgjedh formacionin politik që të përfaqëson densisht për atë çka ke dalë në rrugë. Nuk mundesh me dalë me thonë erëzojmë qeverinë, po kush vjen mas si erëzojmë qeverinë? Kush? Nga do vina, kush do përfaqësojnë ato, për këtë do votosh? Se në fund punët të japin atletë të votimit edhe të japin disa subjekte politike që janë në garë. Partia Socialiste, Partia e Shehut, Partia e Llapajt, Partia ti, dhe ti do votosh për njërin prej këtyre dyave, nëse vota nuk individuohet. Kështu që protesta do të pas përfaqësim, do të pas një formacion politik edhe me dalë me kërkesa edhe me qenë shumë më përshkallëzue, se përndryshe ata dalin, ky tash ditë e parë ju la policinë, tash lënë edhe policinë e lirë, njerëzit dalin, bëjnë protestë para kryeministrisë, sikur se bën të New York. Kur shkova pas New York, më duk shumë entuziazëm, por nuk kishte, domon njerëz kishin rrëmby ato mikrofonat, megafonët, edhe nuk kishte organizim. Unë që kam paktën kam fol për vite me radhë, kam 3-4 vite që flas vazhdimisht nëpër media, nuk më afru, se më thonë, me fol, me dhënë dy fjalë në protestë. Kështu që e kam po nuk thellun kërkesat edhe me përshkallëzu protesta ka për të shu ose ka marrë momente që kanë për të lodhë. Një lloj sikur se ndodhi në Beograd sot, Vučić është në pushtet, edhe Rama ka për të vazhduar pushtetin e tij, se ai duket nga fjalimet që bën që përveç 29-s që ka votimit, ai e thot me kështu me mënyrë të kamufluar për 2030. Domthonjë që edhe 2 mandate të tjera, përveç ai që është se në 2029 është zgjedhjet e tjera, Rama thot Shqipëria 2030, se vetëm unë jam ai që futi Shqipërinë në Evropë. Unë jam ai thot që futi Shqipërinë në Evropë. A thu se s'ka Shqipëria me mira njerëz që janë aty në shesh, nuk pas ka njerëz më të zgjurë edhe më atë dashur se sa Edi Rama? A kupton? Rinia e din këtë gjë. Edhe rinia është e lodhur se nuk e ka zonën, se nuk e përfaqëson askush në media. Nuk mundet me përfaqësu kush në asnjë institucion. Atëherë detyrohet me marr rrugën, me dalë në rrugë, me bërtit, me qirë zone, me bë klithma, si më thonë. Kjo është e keqe, domethënë se është origjinal sikur ëndër që dikush ti shef ëndër je në gjumë dhe nuk ke asnjë lloj mundësie, se truni nuk funksionon, por e shes që je në zër. Ashtu është situata me Edi Ramën. Unë e kam pa kur ka ardhur në New York, domethënë i ka çu atë njerëz të vetë që punojnë administratën, se sikur se ta nena populli vogël i kena disa mentalitete, e nëse ke pas dajen ose kushërinin parti ose kryetar komune, si do me qenë ke një farë obligimi familjar ose nështë edhe thjesht për interes me ta gjetë se kena qenë gjithmonë në surviving mode. Këta i thonë surviving mode të kur jenë mbi jetesë, si kur komp. Ne shqiptarët kena qenë mbi jetesë, gjithmonë, nuk kena qenë njerëz kapitalista me kapitale, domethënë që me trashëgu me breza, me kulturën, me gjëra, po thjesht nga një brez tjetër kena qenë në mbijetesë. Atëherë i ka dërguar ata ushtarët e vetë Edi Rama me bo organizim që me mbledh njerëz në Manhattan. I kam pa domethënë atë ditë kena qenë një grup për jashtë edhe një grup që hyshin brenda me dëgju Edi Ramën. Edhe duke sikur Edi Rama kishte një përkrahje masivisht. Ku shkun ata njerëz sot? Nga ikin ato njerëz që përkashin Edi Ramën nëpër mitingje, boshin mitingje, duar tërkeqin, broheritje masivisht botën e Edi Ramës. A kupton? Domthon thjesht ka qenë propaganda makineria e Edi Ramës për hir se njerëzit kanë qenë të bindum, kanë qenë të shkret për një vend pune, janë detyruar që me votua, me shun votim të detyrueshëm. Kjo gjë do të ndryshojë. Po kush e ndryshon? E ndryshojnë vetë shqiptarët. Vetë shqiptarët. Duhet me qenë dërgjegja e vetë popullit i ndërgjegjësuar, sikur
janë në vende pretendimore që ti i afron ndoshta njeriu që pastron rrugën, që merr mbeturinë aty merr, edhe i thua ta jap një bakshish. Thotë jo, vetëm po ma dhe me, si me thonë, me një gift card, në kohën e Krishtlindjes, pasi ka edukatër, është rrit me edukat që mos me morë. Se ti kur e merr një bakshish, domthon ajo është quhet gift, këta i thonë gift, ose donation, ti normalisht që ja ke dhënë për një arsye, Vetë fakti, kur zëvendës kryeministja e një vendi, nga prokuroria më e lartë, domthon shpallet fajtor, domthon se ka vjedh, ka bë korrupsion, edhe ti në parlament, ky parlament që është sot aktual, që thotë i kam 81 vota, e voton mos me heq mandatin, atëra ai popull me rregull, me qenë një popull tjetër do kishte rrëmby armët me heq nga pushteti atë njeri, edhe atë parlament. Armët do kishin rrëmby, origjinal sikur janë rrëmby në 97, nuk kanë rrëmby kundër shtetit vërtet, që është e gabuar, por në një vend tjetër do e kishin djeg vendin kur qeveria nuk jep dorëheqje. Kur ti zëvendës kryeministre akuzohet për korrupsion, kryetari i bashkisë më të madhe është në burg sot, ministri i shëndetësisë Edi Rama është në burg, ministri i rendit publik, ai që mbodhi gjithë Shqipërinë me drogë, ka qenë burg. Domthon